Premtimet e mia kanë qenë shumë të vogla, duke pasur parasysh kapacitetin dhe një komunë rurale, buxhetin e saj dhe sa që ne mund të konkretizojmë ato që do t'i themi paratjetarëve, se në fund të fundit, pas orarit punës, ne me ato tjetar gravitojmë, siç thatë edhe ju, pijmë kafe dhe mos vit puna që ne turprohemi nga vetvetja. Platformën cilën kam pasur në mandatin e parë dhe më besoni që nuk kanë ngelur asgjë, pa mos e realizuar asnjë premtim. Tani kanë filluar edhe me kanalizimin, që për disa komuna rurale ende është ëndër të flitet për kanalizim. Në komunën e Vrapçishtit janë siguruar mjetet 8 milion euro në fazën e parë dhe tani punohet 51 km2 kolektorët kryesor dhe krahët në çdo lagje, në çdo fshat. Pjesë e ditë, faza e ditë është e filtr stacioni, ku të mbarojmë me kolektorët kryesor dhe krahët në gjithë territorin që kemi. Mos flasim për projekte në infrastrukturë, për projekte në për shkolla. Në vitin 2018 më kujtohet kur ne kemi qenë komuna me shkollë, do me thënë që në shkollën e fshatit Grades më kujtohet ka qenë nga të parat nga gjithë komuna ku ne kemi instaluar smart sistemin. Kemi qenë komuna e ditë pas komunës tjetër të Shkupit, me smart sistem, me kushte të rregulluara, vazhdimisht me mirëmbajtje të mirë. Gjitha shkollat në territorin e komunës së Vrapçishtit u rregullohen. Çështja primare që ne i keshim, do të thënë, edhe në platformë, në pallat kulturës, çështjet sociale, kulturore, artistike, kështu me radhë. Pjesën tjetër, ujësjellës, kanalizim, nga gjithë platforma dallirisht, ja edhe sonte e thëm para jush publikisht edhe para tjetarëve të mi, nga ajo që kam premtuar, kam realizuar më tepër se sa nga premtimet, që rrallë nga krijetarët e bën ato. Me që i keni realizuar çdo gjë që keni premtuar, tani na i thoni 3 projekte kryesore që i keni të reja në premtimet tuaja që do t'i realizoni në mandatin e tretë, nëse e konfirmoni këtë mandat. Sigurisht, unë besoj që tjetarët dhanë verdiktin e vet, treguan që do t'jem edhe një mandat udhëheqës, jo nga ajo se si Sen Shabani apo si ta them, po nga punët për di mandate që unë kam bërë. Tani kuptohet, do me thënë, ne kemi prioritet në mandatin e tretë të mbarojmë me filtr stacion. Për 2 vite, do me thënë, në planin dinamik që tani e kemi filluar në afat kohor, për 2 viteve do të mbarojmë komplet me kolektorët dhe krahët, kanalizimin e gjithë territorin. Në mandatin 2 vitet e fundit të mandatit të tretë, kemi, do me thënë, filtr stacioni. Ja, që premtim publik ishte them, që edhe kjo do të mbaroj, kurse tani kam 11 projekte të hapura, po tani kanë stagnuar edhe kompanitë, të cilët kanë gjithë dokumentacionin të nënshkruar, leje